Është ky një moment i veçantë që të gjithë ne kishim pasur dëshirë të ishim në vendin e fituesit të këtij çmimi në vijim. Është fjala për albumin historik. Pa zgjatur shumë kisha ftuar në skenë 3 femra, të gjitha simbol të emancipimit të femrës kosovare, këngëtarën Shpresa Gashi, aktoret Arbresha Grabovci Nixha dhe Anisa Ismaili në skenë për të ndarë çmimin për albumin historik. Nostalgjia, ha? Që të mbaj mikrofonin? Para se të hapim zarfin, dua të dëgjoj nga një mendim tuaj se çfarë rëndësie ka ky çmim. Çka do të kishit vepruar ju po të do ta merrni çmimin për albumin historik? Zonja Gashi? Shandi me sigurisë si legjenda, si legjend pesam si në çmije Pagarusha. Po ashtu njëjtë si kurse diva ime Shpresa Ishandi dhe po ashtu si kurse zonja Nexhmije. Zonja Gjoci? Ismaili. Ismaili Gjoci apo Gjoci Ismaili? Apo vetëm Ismaili, okej? Shumë po flasë në cilësinë e aktorës, do më thonë, po ta kisha marrë një shpërblim për rol historik ta quaj ose diçka, sigurisht që kisha marrë shumë e privilegjume. Do të ishte një kulminacion i karrierës, një përfundim i saj? Përfundim ndoshta jo, por kulminacioni po, besoj që po. Atëherë, hajde bashkë ta hapim zarfin, të shohim se kujt i takon çmimi për realisht, kushtimisht po them, veprën jetësore. Do ta thoni bashkë. Nexhmije Pagarusha! Të ndëruar të pranishëm, a keni përshtypje edhe ju që kjo sallë e bukur u shëndrit për i herë? Po shëndrit?